Kopshtari i fjalëve të humbura. Etima dhe Kodjan ishin dy miq që jetonin në një qytet të vogël rrethuar nga male të larta. Një pasdite, ndërsa po rrëmonin në papafingon e vjetër të gjyshit të Etimës, ata gjetën një pergament të vetë që ngjante me një hartë. Por nuk ishte një hartë tesare e zakonshme. Emrat e vendeve ishin shumë të çuditshëm. Maja e Heshtjes, Guri që flet dhe Lumi i këngës. Etima, e cila i dashuronte librat e vjetër, nxjori një thjerrës për të parë më mirë shkrimin e imët. Ajo vuri re se në çdo emër kishte shënime të vogla që shpjegonin se nga vinin ato fjalë. Shiko Kodjan, thiri ajo. Këtu thot se Guri që flet nuk flet me të vërtetë, përmban një sekret që vetëm era e njeh. Kodjan ishte gjithmonë gati për aventura. Ai mori çantën e tij të shpinës, futi brenda një busull dhe një blok shënimesh. Nuk mund të rrim këtu duke lexuar, tha ai me sy që i shkëlqenin. Duhet i gjejmë këto vende dhe të zbulojmë historinë e tyre. Toponimet janë si fosile, por në vend të eshtrave ato janë të bëra prej fjalësh. Vendi i parë që vizituan ishte Guri që flet. Ishte një shkëmb gjigant në mes të një lëndine me një vrim të madhe në qendër. Kur u afruan nuk dëgjuan asgjë, derisa një fllad i lehtë filloi të frynte. Sapo era kaloi përmes vrimës së Gurit, u krijua një tingull i gjatë dhe i bukur, si një peshpëritje njerëzore. Pra, kjo është arsyeja, tha Etima duke mbajtur shënime. Njerëzit e lashtë e quajtën kështu sepse dëgjonin zërin e erës. Emri tregon historinë e asaj që ata ndjenin. Ajo mbylli sytë dhe mbështeti veshin pas Gurit të ftohtë, duke dëgjuar fjalët e fundit të erës përpara se ajo të ndalonte. Më pas, ata u drejtuan për te pylli i argjend. Kodjan priste të shihte pemë për metali, por gjeti diçka tjetër. Pylli ishte i mbushur me mështengna, pemë me lëvore të bardhë që shkëlqenin në rrezet e diellit. Nuk është argjendi vërtet, vuri re Kodjan, por duket saktësisht ashtu kur drita bie mbi to. Ndërsa po ktheheshin, takuan një burr të moshuar që po pushonte në një stol druri. Ai quhej Kohan dhe thuaj se dinte historinë e çdo guri në atë zonë. Mirë se vini kërkues të fjalëve, tha ai me një zë të ngrohtë. A e dini pse lumi ynë quhet Lumi i këngës? Kohan i shpjegoi Etimës se shekuj më parë, në breg të lumit kishte shumë mullinj uji. Fjala e vjetër për mullirin ishte kanza, por me kalimin e kohës, njerëzit e harruan fjalën dhe filluan të quanin këngë, sepse u ngjante në vesh. Ai i tregoi Etimës një dhëmbëzor të vogël e të ndryshkur që kishte mbetur nga ato kohë. Toponimet janë si mesazhe në shishe nga të parët tanë, menduan fëmijët. Kodjan dhe Etima u ulën buz lumit dhe kuptuan se çdo emër vendi fshihte një sekret, një profesion të harruar, një dukuri natyrore ose një legjend. Ata filluan të shkruanin gjithçka që mësuan në bllokun e tyre të ri. Kur u kthyen në shkollë, ata prezantuan një hartë të re, të ngjyrosur me pasion. Tani të gjithë shokët e tyre e dinin se qyteti i tyre nuk ishte thjesht një pikë në hartë, por një libër i madh dhe i hapur. Etima dhe Kodjan premtuan se do të vazhdonin të ishin detektivët e emrave, duke mbrojtur historitë që fshiheshin pas çdo toponimi.